Zëri i diasporës nga Madiana Nureddini. Window Radio. Mbrëma miq, mirë mbrëma dhe përshëndetje dhe ne takomi këtu në emisionin Zëri i diasporës në valët e Window Radio. Unë jam Leonardi, por ju du të kuptoni edhe si në emisionet e tjera të Zërit të diasporës, unë jam me të drejta të cunguara, vetëm thjesht për të bërë prezantimin dhe hyrjen e emisionit, sepse Madiana, sikur e dini, vazhdon të ketë akoma emocione, pavarësisht unë përpiqem t'i bëj atë presionin tim që jo nuk do vi, jo nuk do hy, por duhet, sepse Madiana jep urdhër dhe Madiana thot urdhëri zbatohet, pastaj diskutohet dhe kështu që më duhet të jem këtu me ju. Atëherë, të nderuar miq, pra siç e kuptuat, jam Leonardi, këtu nga studio qendror në Gjermani dhe emisioni Zëri i diasporës vret në moderim nga studio në Padova, nga zonja Madiana Nureddini, dhe unë ju rikujtoj të gjithë miqve, por sidomos atyre miqve të rinj që na bashkohen për herë të parë në Window Radio, mundësitë se ku mund të ndjekin Window Radio. Pra, Window Radio ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të dëgjoni edhe muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, po ashtu dhe mund të lexoni informacionin dhe lajmin e fundit që ne përzgjedhim nga fusha të ndryshme, qoftë politik, fusha sociale, sport, showbiz etj. Po ashtu Window Radio është edhe në dy platformat më të mëdha botërore të radiove, siç është Radio Box dhe TuneIn. Pra ju mjafton që të keni njërë nga këto aplikacione, qoftë Radio Box, qoftë TuneIn, t'i shkarkoni në telefonat tuaj, kompjuter apo në çdo lloj pajisje, Play Store, Apple Store, dhe mund të ndiqni edhe emisionin live, por ashtu dhe muzikën dhe programacionin që ne përzgjedhim në çdo ditë të javës. Këto platforma janë pa pagesë, thjesht mjafton që ju t'i shkarkoni. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot kryesore shqiptare, edhe kjo e njëjta procedurë, pra mjafton që ju të shkarkoni aplikacionin Radio Shqip dhe është pa pagesë dhe të kërkoni Window Radio. Po ashtu mund të na kërkoni në Google Search, windowradio.de live, dhe ne jemi aty me emisionin live. Është dhe faqja zyrtare e Facebookut, windowradio.de, ku ju mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje për të ftuarit tanë apo për të ftuarin konkrete që ne kemi sonte tek Zëri i diasporës. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin në plot apo kanë dëshirë të rindjekin emisionin, emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnate, pra në orën 21 në orën e Amerikës dhe të Kanadas, ndaj transmetohet në këtë orar të vonë për Evropën, dhe nesër në orën 13, por mos harroni që ritransmetimi është vetëm në radio, jo në Facebook, pra ju mund të ndiqni vetëm nga platformat që unë ceka më lart. Po ashtu, emisionin nesër do jetë edhe në faqen zyrtare të YouTube-it, Zëri i diasporës, Window Radio, hapësirë, dhe pra ju mjafton që të hyni tek faqja zyrtare windowradio.de dhe të bëni subscribe dhe aty do vinë të gjitha programacionet dhe emisionet që ne kemi. Është edhe një mundësi tjetër për të gjithë ata që kanë Play Store, mund të shkarkojnë Window Radio dhe mund të na ndjekin 24/7, qoftë emisionet, qoftë edhe muzikë apo programe që ne përzgjedhim. Të gjithë ju miq besnik dhe të ju miq të rinj, ndërkërkoja në mënyrë fare miqësore që të bëni një shpërndarje Facebookut zyrtar të radios, windowradio.de, që të në bashkohen sa më shumë miqë dhe të bëmi një komunitet sa më i madh shqiptarësh në diasporë. Mjafton ta shpërndani në faqet tuaja të Facebookut apo në grupe të ndryshme ku ju jeni antar, pra as ju as ne nuk është se fitojmë diçka, as nuk humbim diçka, por thjesht ne fitojmë dhe bëmi një grup dhe një komunitet sa më i madh shqiptarësh. Unë nuk jam shumë i mirë në monolog dhe unë nuk do e bëj prezantimin e të ftuarës, sepse sigur e dini ju keni parë dhe në njoftim, por për më gjatë emisionin e ka në moderim zonja Madiana Nureddini dhe ja përcjell dinjën e saj. Mirëmbrëma Madiana. Mirëmbrëma Leo. Ja, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta.
Mirëmbrëma edhe të gjithë dëgjuesve. Megjithatë, shpreha ishte urdhrat zbatohen, nuk diskutohen Pastaj më vonë. diskutohen. Në mbas emisionit i diskutojmë. Jo, nuk diskutohen fare. Megjithatë, është e vërtetë, unë jam akoma më emocionuar sot për faktin e të ftuarës së sotme, sepse e ftuara e sotme në Itali e njohim, do ta njohin edhe ata jashtë kufive të Italisë. E ftuara e sotme është gruaja e palodhur e diasporës shqiptare në Itali. Është ajo që bie rreth e rrotull gjithë Italisë për të bërë punën, dhe kjo dashuri për këtë punë asaj i dallohet i flet me të vërtet fytyra, dallohet nga mënyra se si flet dhe nga buzëqeshja e saj. Sot kemi të ftuar gruan që mbështet dhe promovon gratë e tjera, sepse ajo beson në bashkëpunim dhe jo në konkurrencë. Ajo është oficerja e diasporës shqiptare pranë konsullatës së Milanos, zonja Lulieta Çobanaj. Lulieta, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Mariana, faleminderit, emocionet më kaluat mua tani, domethënë. Unë falenderoj këtë emision dhe radion tuaj. Është kënaqësi që të kesh mundësi të flasësh në gjuhën e nënës dhe në një radio jashtë Deut. Window Radio është me të vërtet një dritare e diasporës. Me të vërtet faleminderit për ftesën. Më lejo që të falenderoj edhe unë edhe pse jetoj në Gjermani, por emri juaj lakohet pothuajse në çdo bisedë që ne bëjmë në diasporë, në kudo ku jetojnë shqiptar dhe të gjithë thonë sikur të kishte ambasadat tona apo konsulatat tona dhe një të dytë si Lulieta Çobanaj, do ishin ndryshe edhe punët dhe sinqerisht në njohje pafund që ju na keni nderuar sot. Faleminderit me të vërtet. Faleminderit Lulieta që e pranuat ftesën tonë. Atëherë po filloj di Lulieta që në 7 mars 2026 ti mbush plot 35 vjet që ke ardhur në Itali. Po, është e vërtet. 35 janë shumë, fillojmë me udhëtimin tënd? Po, udhëtimi im ashtu si shumë shqiptarëve të tjerë në vitin 1991 fillon nga Nia Panameze dhe me mira shqiptarë të tjerë lam shkollën, punën, unë isha në universitet në inxhinieri ndërtimi dhe pastaj filloi rrugtimi jon që nuk ka qenë i lehtë për ata që i bashkohen në emigrimit tani, është më e lehtë pasi informacione ka më shumë, ndërsa neve kur erdhëm në 91 nuk është se kishim as informacione dhe as një lloj ndihme, ndërsa tani ka shoqata, është me të vërtet një gjë ndryshe, ndërsa fillimi ishte me të vërtetë dhe kishte dy rrugë, ose të ecje përpara ose të ecje përpara, nuk është se kishte një zgjidhje tjetër. Dhe ajo që kur më pyesin po ti ke ndier racizëm në vitet e para, racizmi ishte i fortë, po nuk është se ishte racizëm, ishte ata pjesa më e madhe nuk e dinin se kush ishim dhe çfarë ishim. Kështu që vetëm mënyrë për të mbijetuar kësaj situate ishte që të mos ndihesh e persekutuar, të mos ndihesh ndryshe nga të tjerë dhe të punoje dhe të tregoje vetëm. Dhe këtë që kemi bërë pjesa më e madhe si unë në këto 35 vjet dhe mund të themi me plot gojën që komuniteti shqiptar i atyre viteve është një nga komunitetet më të integruara dhe ka treguar me sakrifica të mëdha se çfarë kemi arritur. Pasi ne kemi mbajtur dhe peshën e të gjithë familjeve që lam në Shqipëri në vitet e para, kur të gjithë e dim se çfarë situate ishte në Shqipëri, ne kemi ndihmuar të gjitha familjet, kemi qenë pjesë edhe pse ishim jashtë, ne jetonim me hallet dhe kemi mbështetur të gjithë familjet me problemet e të gjithë Shqipërisë. Kështu që tani mbas 35 vjetësh mund të them me plot gojën dhe për këtë përshëndes të gjithë, puna ime bëhet më e lehtë pasi unë e njoh diasporën që në themelet e saj, diasporën shqiptare që në themelet e saj. Dhe mendoj se kjo më ka ndihmuar dhe të bëj punën time dhe ta shikoj diasporën si pjesë të jetës time dhe të vetes time. Dhe kjo mendoj që është një nga arsyet pse kjo punë më jep shumë kënaqësira dhe më jep shumë detyrim moral edhe për brezat që do vinë. Dhe kjo është, domethënë, ishte me të vërtetë shumë e lodhshme ajo periudhë.
ku erdhe direkt në Milano, Ja, si filloi? ne erdhëm në Brindisi, domethënë anija jonë zbarkoi në Brindisi dhe nga Brindisi unë vajta në Bari, në autostradë, në këmbë ku njerëzit ndalonin, na ndihmonin, domethënë të gjithë. Nga Bari pastaj në Marke, ku kam jetuar disa vjet derisa kam ardhur në Milano në 98-ën. Dhe nga 98 jam në Milano. Mbarova universitetin, pastaj universitetin tjetër, punë, shkollë, punë, me orë të zgjatura, pa patur, domethënë duke pasur ato vështirësitë e fillimit, po pa parë se çfarë pune kemi bërë, domethënë nuk kemi pasur shumë zgjedhje, domethënë dhe Italia nuk është si tani që të shkosh në Kanada apo në Ameriku ke shkollën e njohur apo je zgjedhur që të pret. Jo, domethënë në Italia në fillimet e saj ishte goxha mbrapa nga kjo anë, domethënë edhe kështu që ne kemi bërë të gjitha punët, me fjalë që nga pastrimi, unë kam punuar dhe bëja gjesht, në për rroba qepësira, në për babysitter, kemi bërë të gjitha punët, ndërkohë që pastaj avash kemi lënë vendin tonë, domethënë dhe me dinjitet kemi treguar që blejmë, domethënë jemi popull që blejmë, jemi shoqëri që vështirësitë na bëjnë më të fortë. Dhe unë mendoj dhe kam bëj një apel për të gjitha vajzat dhe gratë shqiptare se me të vërtet janë shumë të forta. Dhe jemi me vërtet, domethënë një forcë e madhe. Po, e vërtet se në ato vite, në vitet 1991, Italia ishte me të vërtet një vend që emigronte. Dhe në 91 u kuptuan që mbaroi, domethënë nuk është më një vend që ku domethënë italianët iknin në Amerikë emigronin, po u bë edhe një vend ku vinin emigrantët e rinj. Edhe duhet jetë me të vërtetë edhe për italianët ka qenë diçka e re. Kjo duket edhe akoma te legjislacioni mbi emigrimin, Luli. Është shumë brapa. Shumë brapa, ka ngelur akoma në 1991-98, duhet të ecim çik më përpara. Okej, po një pyetje tjetër, si u bë pjesë e trupit diplomatik Lulieta Çobanaj? Në vitin 2000 në Milano u hap konsullata e parë shqiptare dhe unë fillova si sekretare. Dhe pastaj të gjitha mbarova pastaj juridikun, bëra një kërkesë ministrit të jashtme dhe kam kaluar të gjitha statuset, më thënë nga sekretare dhe bëja dhe punë të dytë e të tretë, ashtu kemi bërë të gjithë. Me fjalë, ne pjesa e parë e emigrimit ka bërë me 2-3 punë, me fjalë dhe shumë një pjesë vazhdojnë ta bëjnë. Dhe pastaj kam qenë konsule dhe konsule përgjithshme. Në 2020-ën mora rolin si oficer i diasporës. Mbasi kisha dhe në vazhdimsi në këto 25 vjet unë jam marrë gjithmonë me problemet e emigracionit. Nga brenda apo jashtë institucioneve diplomatike, unë kam marrë pjesë gjithmonë në procesin dhe në problemet e emigracionit. Po është Leo, me që kemi edhe në linjë, thot gjithmonë që përse duhet, domethënë, duke parë shembullin tuaj, thot pse duhet domethënë që na vinë konsulatat apo ambasadorët të na sjellin punojësit domethënë nga jashtë. Domethënë e themi gjithmonë që pse mos të vlerësohen që jetojnë dhe që si në rastin tuaj që e njohin mirë diasporën në vend. Po dhe kjo është për roli oficerës të diasporës është kjo, domethënë është ura lidhëse dhe koordinimi i marrëdhënieve të shtetit me institucionet për diasporën, po normalisht ka dhe nevojë për persona të specializuar brenda diplomacisë, domethënë janë të gjitha, domethënë detyrime reciproke dhe institucionet bëjnë, domethënë dhe prandaj dhe u vendos që roli i oficerit të diasporës të jetë një person që mund të vijë dhe nga diaspora dhe të ketë këtë njohuri dhe unë, domethënë e them e fjalë e bëj me pasion dhe me dashuri këtë punë për arsye se vi nga një realitet i 91-shit, 35 vjet janë shumë, domethënë dhe unë kam ardhur 20 vjeçe, 23 vjeç dhe në këtë moshë mund ta them, domethënë dhe mund t'ja arrin një farë moshe që ti arrin dhe të thuash po këtë punë e bëj me dashuri dhe me pasion, pasi duaj që të lë diçka, domethënë duaj që të lë diçka që brezat e ardhshëm ose një tjetër që do marri vendin tim, se këto nuk janë vende të përhershme, të ketë një model pune që të vazhdoj atë që të njohë diasporën, unë njoh çdo shkollë, çdo shoqat, çdo president shoqate, çdo ndryshim në për, kështu që them,
ke denjoja me në terren e kësaj situate të ndihmon që të bësh punën tënde dhe unë shpresoj që dikush që do vinë pas meje, domethënë ose edhe në për shtetet e tjera të ketë këtë eksperiencë, ta njohë domethënë realitetin e vërtet. Duhet të njohësh realitetin e viteve 90, të viteve 2000, të viteve 2010. Për fjalë çdo dekadë e emigracionit ka ndryshimet edhe karakteristikat e veta dhe ndërkohë ka dhe nevojat e saj, domethënë nuk është se të gjithë kanë të njëjtat nevoja. Vërtet. Luli, unë të flas Luli sepse shumë se të kërkoj ndjesa, po më vjen natyrale shumë prej nesh të flasim Luli. Është e vërtetë. Dhe ti na jep këtë mundësi. Është e vërtetë. Natyrale. Desha të pyesja, para viteve 90, e njihje Italinë, si e njihje në... Dursakët e njohin, se unë vi nga Durrësi dhe dursakët e njohin Italinë, por është një, domethënë mund ta njohësh nga televizori, por nuk arrin dot që të kesh atë informacion që ke kur vjen këtu përballesh me një situatë që është ndryshe nga ajo që ti ke njohur. Me që jemi brenda Sanremos, ne dursakët ne njihnim edhe nga Sanremo, domethënë Durrësi boshatise në orët e Sanremos dhe shkonim dhe shikonim ose dëgjonim Sanremon aty ku ka antena. Po, kështu që, domethënë ne dursakët e njihnim Italinë për aq sa mund të njihet, domethënë po që nuk është se ishte. E flisnit edhe italishtën? Unë e flisim ose më saktë, nuk është se ne kishim mundësi që të flisim italisht, po e kuptonim. Unë në shkollë kam bërë frëngjisht, kështu që e kam pas edhe disi të lehtë me fal përdorimin e italishtës që mbas javës të parë ose muajve të parë dhe pastaj si të gjithë ne, domethënë e kemi pas veshin goxha të rrahur, domethënë dhe e them domethënë që dursakët kanë pas më pak vështirësi, domethënë në pjesën e komunikimit me gjuhën. Okej, pyetja e radhës doja të dija për sa i përket rolit tuaj, thatë që merreni domethënë roli juaj ka të bëjë shumë me shoqatat. Sa shoqata kemi aktualisht? Atëra, më thënë, ne merremi me roli me shoqatat është bashkëpunimi me Agjencinë Kombëtare të Diasporës dhe të shoqatave, organizimi i aktiviteteve dhe kemi krijuar një database të shkollave dhe të shoqatave. Ndërkohë, domethënë në Itali kemi mbi 50 shoqata, domethënë them 50 pasi një më shumë, një më pak, se varet nga jeta që se ka të regjistruara, por që nuk kanë më jetë aktive ose kanë shumë pak jetë aktive. Po në të gjithë Italinë është ke 50 dhe po aq që është edhe pak a shumë edhe 1-2 më shumë apo më pak është edhe numri shkollave që i kemi në database. Domethënë në konsulatën e Milanos, në ambasadën e Romës dhe në konsulatën e Barit kemi një database të plotë, të cilën e ka dhe Agjencia Kombëtare e Diasporës, të shoqatave dhe të shkollave. Kemi dhe mësuesit përkatës, presidentit e shoqatave, kontaktet, adresa dhe vendosjen e tyre. Në fakt dhe kemi, kjo është me fjalë një nga detyrat më të rëndësishme që kam, domethënë me shoqatat, me Agjencinë Kombëtare e Diasporës. Ndërsa për sa me qendrën e botimeve të diasporës, ne kemi të gjitha marrëdhëniet me shkollat dhe pjesa më e madhe e shkollave, dhe këtë duhet ta theksoj, janë të mbështetura ose të paktën shkollat që janë në funksionim më të mirë për momentin janë shkollat që kanë dhe një mbështetje shoqate. Dhe ato janë po të njëjtat, janë ke 50-at në të gjithë Italinë, dhe domethënë ka nga 1 deri në 4-5 mësues për secilën shkollë. Kështu që dhe numri mësuesive është nga 85 në 100 në Itali, domethënë që dhe po. Dhe kjo është me fjalë numri, domethënë me siguri e them më të saktë i mundshëm, domethënë është një numër që e kam të prekur. Dhe këtu doja që të ndalesha sidomos tek shkollat, pasi tek shkollat bën gjithmonë një, domethënë kanë informacione jo të plota, jo të sakta, jo gjitha, por është një gjë shumë e thjeshtë në kuptimin e organizimit midis shtetit ton, ndihmës që jep shteti shqiptar shkollave dhe se si funksionon kjo ndihmë. Çdo vit tani në këtë periudhë, mars, prill, maj, shteti shqiptar, konsulatat, ambasadat
lëshojnë thirrjen për kërkesën nga shkollat të teksteve të gjuhës shqipe. Fillojmë nga fillimi. Qeveria e Kosovës, Ministria e Arsimit e Kosovës dhe Shqipërisë kanë arritur të plotësojnë kurrikulat përkatëse për njësimin e mësimit të gjuhës shqipe në diasporë. Dhe tani kemi 3 nivele të këtyre kurrikulum, të këtyre teksteve. Niveli i parë që është për 3 vjetet e para, niveli 2 dhe niveli 3 që është botuar tani. Kjo është viti i parë që shpërndahet niveli 3 tekstit të mësimit të gjuhës shqipe në diasporë. Mbasi bëhet kërkesa, ne dërgojmë. Kërkesa duhet të shkojë konsullatës nga shoqata? Me fjalë, neve nxjerrim lajmërimin. Unë personalisht njoftoj të gjitha shkollat personalisht. Dhe i lëm një datë të caktuar, brenda kësaj date do të bëhet kërkesa. Bëhen kërkesa për tekstet, ne ja dërgojmë ministrisë tonë të jashtme dhe në bashkëpunim me Qendrën Agjencia Kombëtare e Diasporës, Ministria e Arsimit dhe Qendra e Botimit për Diasporën, bëjnë përgatitjen e teksteve dhe na i sjellin në konsullat. Në këto vite, unë personalisht kam quar në të gjitha, dhe them në të gjitha shkollat, ku është bërë kërkesa pranë konsullatës shqiptare në Milano, dhe kam quar, kjo nuk është vetëm për të quar tekstet, po ndërkohë kam njohur mësuesit, shoqatat, nxënësit, ka marrë pjesë në aktivitetet ose në mësimdhënie dhe mënyrën se si zhvillohet mësimi, ambientet ku zhvillohet. Dhe nuk mund, dhe tekstet merren me firmë, nga ana e konsullatës me firmë dhe firmosen nga mësuesi koordinuesi i kësaj shkolle ose presidenti i shoqatës. Të gjitha tekstet janë falas. Edhe në ato shkolla që kemi në veri të Italisë, që mësimi si në Bolzano, që mësimi bëhet apo në Merano, që mësimi bëhet brenda ambienteve të shkollave, në rrugë institucionale nga vendet ku jetojnë, prap tekstet janë falas. Më thënë, asnjë tekst në këto vite, në të gjitha vitet që ka ekzistuar bashkëpunimi me Ministrinë dhe librat e shpërndar, nuk është shitur me pagesë. Në fjalë, dhe këto më atë. Dhe ndërkohë, nuk mund të thot asnjë nga mësuesit apo nga shkollat apo nga shoqatat që ka bërë kërkesën në konsullatën e Milanos, nuk i është përgjigjur dhe nuk është plotësuar me libra. Dhe sot, për shembull, dhe profesor Ndue Shabaku, që më kishte cituar në postimin e tij, u inaugurua shkolla në Brescia nga shoqata 7 Marsi, nga shoqata Alba e Calcinatos. Dhe pse shkolla u inaugurua sot, dhe pse shkolla u inaugurua sot, ne arritëm që të plotësonim me tekste të nivelit të parë dhe nivelit të dytë, profesor Ndue Shabakun, mësuesit e tjerë dhe bashkëshorten e tij Marianën, me librat me tekstet e shkollës. Kështu që asnjë, domethënë të paktën po flas për Italinë, ku unë e ndjek nga afër këtë proces, nuk mund tani do dali prap sërish kërkesa, do dali njoftimi për vitin 2026 dhe 2027. Ministria e Punëve të Jashtme ka bërë dhe një të cilën unë e kisha në çdo këto vit kisha bërë për të gjitha shkollat, kisha bërë një modul që plotësoheshin me mësuesit, emrat e mësuesve, kontakte, telefonet, emailët, adresat, numrin nxënësve. Kështu që këto, po tani do dali një çik më i specifikuar, po me këto të dhënat, që të kemi dhe në një transparencë, po ndërkohë Ministria e Jashtme i ka gjatë të gjitha informacionet. Kështu që kjo është ajo që doja të theksoja për këtë pjesë, për të arritur pastaj në suksesin e fundit që qendra Ministria e Arsimit. Të të daloj pak për sa i përket kësaj, e di që kjo unë desha të thosha që kjo është fal edhe punës suaj, sepse e di, edhe ti vetë vjen, nuk e di a bën pjesë e rolit që të vesh personalisht edhe në momentin e fundit, unë e di edhe në shkollën tonë ke ardhur, na ke sjell pikërisht një ditë para se të hapesh shkolla, bëre të pamundur, na i solle libra dhe ne të falenderojmë, edhe gjithë shkollat e Italisë të falenderojnë. Biles më përpara të tha edhe Leo që shumë qytete tjera, për shembull në Gjermani thonë as sikur të kishim dhe ne një Luljeta Çobanaj.
ekziston domethënë e njëjta procedurë ekziston edhe në domethënë qendra e votimeve për diasporën. Këto libra ekzistojnë edhe në Gjermani, është e njëjta procedurë. Po, është e njëjta procedurë për të gjitha shtetet. Kështu që kush thotë që nuk është e vërtet, kjo nuk është procedurë që është vetëm për Italinë, është për Greqinë, për Italinë, për Amerikën, për Kanadan, për çdo shtet ku ka diasporë dhe që bëhen kërkesa për teksta. Absolutisht nuk ndryshon asnjë gjë. Domethënë kjo është mirë ta themi sepse po, absolutisht. Kjo dhe kështu është, domethënë nuk është se ka ndonjë ndryshim, domethënë është bëhen kërkesat, çohen në mund të paktën nga që arri që të marrë dhe informacionet paraprake se në momenti që unë bëj dorëzimin e numrit të teksteve për vitin 2025, për shembull 2026, ndërkohë ishte folur gjatë përpara për shkollën e Albës, ishte folur për shkollën e Torinos në Suza të Torinos dhe për një shkollë tjetër në Ravenna, kështu që unë gjatë kisha parashikuar një minimum dhe një maksimum të këtyre shkollave dhe në çdo kërkesë që bëj parashikoj edhe një numër 2 ose 3 shkollash që hapen ose numër nxënësësh që shtohen, për shembull shkolla e Suzës është rritur në numër dhe na ka kërkuar tjetër libra që do vinë t'i marrin. Domethënë arrim që t'i parashikojmë. Po këtë që bëj unë mendoj që bëjnë të gjitha njësitë diplomatike dhe kështu duhet funksionojnë. Padash që unë të kthej në debat me ju, unë jetoj në zonën e Rhein-Neckar-Westfalen, pra ju sigurisht dini Gjermania ka 16 republika dhe në Gjermani është ambasada në Berlin dhe konsulata në München, që këtu ku jetoj unë është rreth 700 km larg Berlini dhe unë jam vetë drejtuesi një shoqate këtu. Ne kemi arritur para 5 viteve që gjuhën shqipe ta fusim lëndë me zgjedhje në shkollat gjermane, pra që mund të studiojnë edhe shqiptarët edhe turqit e kush të dojë. Dhe mësuesin këtu e paguan shteti gjerman, nuk e paguajnë as shoqata dhe as kush. Dhe ne kemi ardhur në atë pikë që Ministria e Arsimit e landit këtu, pra e Republikës, ku ne këtu jetojmë, kemi ardhur në atë pikë që mund të mbyllet dhe të hiqet si lëndë me zgjedhje gjuha shqipe, sepse pikërisht hasim problemin e furnizimit të tyre teksteve dhe të materialeve shkollore. Dhe ambasada e Berlinit e thënë me përgjegjësi të plot, pa dashur të kthejmë në debat bashkë, e thënë me përgjegjësi të plot që ambasada e Berlinit është totalisht e shkëputur nga shqiptarët e Shqipërisë, kurse konsulatat e Kosovës janë më të ndërgjegjshme. Gjithsesi vazhdojmë bisedën e emisionit, por ju mund të jeni kompetente të flisni për Italinë, pa dashur me kthyer pastaj në politikat diplomacie. Unë të them ato që neve kemi po flas për atë dhe për punën që unë bëj, domethënë. Absolutisht po. Për atë jeni nderuar dhe nuk të thash me kot në fillim, sepse edhe nga qytetarët e Kosovës, pra shqiptarët e Kosovës, ju përmendeni shumë si Lulieta Çobanaj, që është hera parë që ne komunikojmë dhe t'jam mirënjohës sërish, pra, por jo të gjithë janë apo e bëjnë punën si kur e bëni ju. Prandaj e bëra edhe këtë pyetje, që ndoshta jo të gjitha konsulatat ose mund të kenë, domethënë, se varet si kush e bën punën në mënyrën e vet, po ndoshta ju shoqatat për shembull, është e rëndësishme që të dihet që shoqata të bëjnë një kërkesë konsulatave për kërkimin e këtyre testeve, sepse përderisa ekziston në Itali dhe në Itali bëhet në këtë mënyrë, kujt ka dëshirë ta bëj punën e vet me dëshirë, ndoshta që të bëni kërkesat mund të vinë. Edhe një herë mos e rikthejmë në debat. Ne nuk e kemi futur gjuhën shqipe si shoqata. Gjuha shqipe këtu njihet nga shteti gjerman si lëndë me zgjedhje. Është një procedurë tjetër. Kështu që nëse ju në Itali, për shembull, keni bërë shkolla dhe keni fundjavash dhe keni mësuesit tuaj, këtu është lëndë me zgjedhje, sikur është turqishtja, sikur janë disa gjuhë të tjera lëndë me zgjedhje dhe Ministria e Arsimit ka pranuar që të futet edhe shqipja në lëndë me zgjedhje. Dhe problemi haset tek ndërlidhja me ambasadën shqiptare në Berlin. Pra, këto janë probleme marrëdhënie që i bëjnë ministritë apo që i bëjnë trupet diplomatike. Është një procedurë diçka ndryshe. Nuk është si në Itali, mi fjalë. Okej. Në rregull. Vazhdojmë. Kur doni mund t'i themi DJ-t, mund të fusin një muzikë, mund të pim një gotë ujë, si ta keni dëshirën, Madjana. Jo, unë nuk kam problem.
Si të dëshironi, të pim një gotuj Leta? Apo vazhdojmë? Po vazhdojmë, vazhdojmë se pjesa e gjuhës ndjes për ndërhyrje, ndjes që Jo, absolutisht. Jo, absolutisht. Jo, pa problem fare. Okej. Po, mund të vazhdojmë tek pjesa e gjuhës. Po. Mund të kalojmë edhe tek agjencia tani kombëtare, atë që që doje të thojë edhe më përpara. Po, me fjalë është në Itali, mbas akordit për pensionin, pjesa më e rëndësishme një nga problematikat që është në mënyrë që të vazhdojë që gjuha shqipe të mos humbas për brezat e ardhshëm, se nuk mund t'i mbajmë, domethënë nuk mund të mësohet shqipja me 10 apo 20 nxënës që kanë shkollat në përrethe, domethënë dhe këto është një dato di fatto, domethënë kjo është një e dhënë. Dhe ne jemi duke punuar me rajonin Emilia Romagna, me të cilin kemi filluar diskutimet që vitin e kaluar, që të bëjmë një projekt pilot për shkollat që kanë pranuar që të hapin në mbasdite dhe për lëndët me zgjedhje siç po flisin edhe për në Gjermani, që është një 15% e lëndëve me zgjedhje. Ndërkohë që në krajinat autonome, siç e dim, Bolzano, Merano, është më e lehtë ky proces. Tani duke punuar edhe me ambasadën e Kosovës dhe me konsulatën e Kosovës, jemi gjithmonë në bashkëpunim shumë të mirë, domethënë ne me njëri tjetrin kemi me të vërtet një bashkëpunim të rëndësishëm nga kjo anë, jemi duke parë këto projekte dhe shpresojmë nëse do arrijmë që brenda këtij viti të dërgojmë brenda këtyre rajonit të Emilia Romagnës projektin e përfunduar që me qendrën e botimeve të diasporës e kemi gjatë përfunduar si projekt viti i kaluar dhe konsullata e Milanos e ka dërguar pranë rajonit. Presidenti i rajonit na ka premtuar që do të diskutohet dhe kjo pastaj sjell një fillim të një baze të shëndetshme për të futur gjuhën shqipe, gjuhë me zgjedhje, jo vetëm në lëndët që janë fakultative gjatë orarit, po dhe në lëndët e mbasdites, ku do jetë edhe më e thjeshtë pastaj për mësuesët, se në momentin që mësuesët do futen nëpër shkolla dhe pagesa dhe të gjitha, domethënë dhe nxënësit do ta kenë në dëftesë dhe vetëm dëftesa bën të tillë që nxënësit të ketë edhe një si detyrim se me shaka, po na thoshte një nga mësuesët sot që kur jepnim në fillim fare jepnim fëmijëve detyra shtëpie, nuk na vinte më ditën tjetër, domethënë javën e ardhshme, kështu që kemi filluar nuk japim as detyra, as gjë dhe mundohemi që në ato 2 orë që na vinë, të bëjmë të gjitha aty, nuk japim detyra që të mos trembin fëmijët që të na vinë në shkollë. Kështu që kjo është dhe duke u nisur nga kjo, domethënë arritja e futjes së gjuhës shqipe në për shkolla si gjuhë me zgjedhje, arrin edhe ke pjesa tjetër që na barazon me gjuhët e tjera të komunitetit evropian, certifikimi i gjuhës shqipe, e cila në javën, po, në nivelet e ndryshme si gjuhët e tjera, që nga A1, A2, B1, B2 dhe C1, C2, si gjuhët e tjera. Dhe kjo është një nga gjërat më të rëndësishme, me fjalë që po është bërë në këto ditët e fundit. Me fjalë, dhe kjo është për fëmijë, domethënë një nga detyrat më të rëndësishme, një e re që është bërë këto ditë, certifikimi i gjuhës shqipe si gjuhë e huaj, dhe këtu duhet të theksojmë se këtu dhe spekulohet pak, gjuha shqipe si gjuhë e huaj dhe si gjuhë e dytë për fëmijët në diasporë. Domethënë, aty është një, dhe kjo do të bëhet nga një agjenci e caktuar nga Ministria e Arsimit shqiptar me Universitetin e Historisë dhe të Filologjisë dhe Qendrën e Botimit të Diasporës. Dhe certifikimi do të bëhet në rrugë shtetërore, siç është Çeli në Itali, që është TOEFL në anglisht, apo Gjermania që ju keni Gjermania ka disa nivele, ka disa Gjermania besoj që një DSD, një ZFA që ka, domethënë që janë disa. Dhe po njëjta gjë do ndodhi dhe me gjuhën shqipe, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Është një proces i gjatë, domethënë nuk është se bëhet sot me nesër, është një proces i gjatë, ashtu siç e kanë bërë të gjitha shtetet e tjera, por është një gjë që duhet bërë duke shpresuar, domethënë në kalimin
e Shqipërisë në komunitetin evropian dhe kjo është një nga bazat e tjera të cilat ne duhet të vendosim në mënyrë. Dhe ky është një proces që duhet marrë me seriozitet, pa spekuluar në asnjë gjë. Certifikimi nuk do bëhet nga mësues nga katedrat e universiteteve, ashtu siç është bërë për të gjitha shtetet. Domethënë, është një gjë që gjestohet në mënyrë shtetërore, nuk është se mund të bëhet privatisht nga një person apo nga gjithë. Janë të gjitha certifikime zyrtare, por që është një proces që sapo ka filluar dhe do të vazhdojë gjatë. Edhe në nivel universitar? Po, në të gjitha, po, dhe në nivel universitar. Po, domethënë që nga A1 deri në C2. Okej. Edhe mund të certifikojnë edhe të huaj, besoj, në gjuhën shqipe. Po, pra, dhe është gjuha shqipe. Për të huaj është e specifikuar. Për të huaj dhe gjuhë e dytë për fëmijët për në diasporë. Domethënë ky certifikim nuk është vetëm për të huaj, por është edhe për në gjuhë e dytë për ne. Domethënë nuk quhet në shqipe, nuk është thjesht një shqipe e folur, por është një shqipe e certifikuar. Ashtu siç japin neve e dim, Madiana, për të marrë kartën e sojournës duhet A1 për të marrë cittadinancën duhet B1. Dhe po e njëjta gjë dhe në Gjermani, në Angli, domethënë janë të gjitha gjuhët franceze, të gjithë, domethënë janë Po, për shembull, kur bëja universitetin, kur bëja juridikun, na duhej që të bënim zgjedhjen e gjuhës së dytë. Ne kishim e bënim në italisht, zgjidhnim frëngjisht edhe anglisht, sikur ti ishte për mua në ato kohë edhe gjuha shqipe do ishte shumë interesante. Po, dhe kjo pastaj bën, dhe kjo do të na ndihmojë që të ruajmë sa më shumë gjuhën tonë të bukur. Po, e vërtet. Po, shumë interesante. Kjo që ju po thoni është një angazhim i qeverisë shqiptare apo është një kërkesë e juve apo e diasporës? Jo, është bërë në javën e kaluar, Ministria e Arsimit bëri me ka tani janë detaje teknike që është agjencia për certifikimin e gjuhës shqipe nga Universiteti i Historisë dhe Filologjisë në Tiranë dhe Qendra e Botimeve për Diasporën. Dhe kjo pasaj do bëhet me marrëveshjet me shtetet të ndryshme pasaj që do e pranojnë këtë certifikim. Po, dhe gjuha shqipe do futet e certifikuar. Dhe për shembull janë universitete që kanë qenë katedrat e gjuhës shqipe dhe do gjestohet pastaj në të zyrtarisht, po është një proces që sapo ka filluar dhe që është në fillimin e saj. Shiko, nëse mundem të ndërhyj një pyetje, sepse faktikisht me thënë të drejtën shoqatat në Itali janë shumë të angazhuara dhe janë shumë të mirë formuara më sa unë kam informacion. Dhe po ashtu edhe shkollat me fjalë janë me sakrifica të mëdha të veç shoqatave apo edhe të mësuesve që kanë punuar mësues në Shqipëri apo janë në pension etj. Por do të bëj një pyetje konkrete. Këta mësues do vi koha ose është ju njihet si punë kjo që bëjnë apo janë thjesht vullnetar dhe ka një projekt që këta mësues nëse janë vullnetar të vinë një moment që të paguhen dhe të quhet vetë si punë apo si funksionon nëse më dhanë. Përderisa ne po futemi dhe ke certifikimi dhe ke të gjitha gjërat e tjera dhe po mundohemi që ta fusim. Mos ta kalojmë në politikë, se pastaj aty kalojmë në një fushë shumë më të gjerë. Jo, unë nuk po flasim për deri sot. Ajo do bëhet, shiko, ti jemi realist. Ajo do bëhet nëse Shqipëria do hap kapitujt e duhur dhe do jetë gati për kryer Bashkimin Evropian. Kështu që mos ta shpërndajmë publikun me këto politikat e Ramës. Jo, tani ne nuk po bëjmë. Jo, sepse ato certifikimi i gjuhës, jemi realist, janë kur të hapet disa kapitujt. Jo, nuk e kisha fare ke certifikimin. Nuk e kisha fare ke certifikimin. Po flisja vetëm për ato. Siç u thash edhe më përpara, Ministria e Punëve të Jashtme në formularin e fundit që do plotësojmë për tekstet e vitit 2026 dhe 2027, kërkon dhe të dhëna të cilat ne kemi, domethënë do t'i shpërndajmë dhe do t'i plotësojmë. Ashtu siç filloi me Greqinë, ne shpresojmë që të fillojë dhe me Italinë. Kjo është, domethënë, me Greqinë pasi dhe nga ana sociale në Greqi ishte më e nevojshme që të mbroheshin mësuesit shkollat dhe tani me Italinë ne kemi një çik më kollaj që të punohet. Ne jemi duke punuar në të gjitha aspektet.
që mësuesët japin mësim në gjuhë në shkolla, edhe që të filloj që Shqipëria të njohë dhe mësuesët e gjuhës shqipe në diasporë dhe të bëjë po të njëjtën gjë siç bën në Greqi. Me fjalë deri tani kjo nuk ka qenë. Po në Greqi ka filluar vjet. Nuk e dija, në Greqi kanë paguar mësuesit? Po, një pjesë e mësuesve, në thënë është bërë një listë mësuesësh që kanë shkolla që vërtetojnë, e bëjnë dhe mësimin online që ta shikojmë në më thënë ka një organizim teknik me fjalë të shkollave dhe këto mësues janë të thënë paguhen nga Po si punë vullnetare, u njihet nga shteti italian këtyre mësuesve? Jo. Jo. Nuk njihet. Duhet të bëhej diçka në këtë drejtim që edhe si punë vullnetare të njihej kjo puna që e mësimdhënësve, sepse më duket se abuzohet shumë me këtë pjesën e vullnetarizmit. Se gjithë kanë dëshirë të jenë vullnetarë dhe për gjithë duhet jemi mirënjohës, por ekziston në një mundësi që paktën të ketë ndërhyrje që të njihet si punë vullnetare, punë e komunitetit. Ne mundohemi që ne mundohemi dhe normalisht një pjesë e shoqatave mbulojnë shpenzimet ose bëjnë gjëra të tjera, por nuk mund të them dot më tepër, nuk futem dot në detajet e shoqatave se si funksionojnë. Ne kemi vetëm informacione se si që kemi informacione. Pastaj ka për shumë shoqata. Flasim si diplomaci, si konsulat. Ka shoqata si diplomaci nuk e bëjmë dot, se puna vullnetare nuk paguhet në asnjë vend, domethënë nuk është se mund të paguhet, të njihet si punë vullnetare nga komuniteti, nga komuna, nga bashkia, nga I thua të njihet nga institucionet italiane, po thua ose s'po të kuptoj. Ose të bëj pyetje ty, Mariana, po flas me zonjën. Jo, institucionet italiane, për shembull, bashkë pastaj, okay. Institucionet italiane, kur gjuhet, domethënë kur kjo pjesë vullnetare bëhet nëpërmjet projekteve dhe futet nga komunat apo nga të tjerat, njihet si puna apo si shpenzime nga këto projekte, siç për shembull ekziston në pjesën më të madhe të Veriut ose në zona të tjera në Asti mbulojnë shpenzimet një pjesë e prindërve, një pjesë e projekteve që marrin nga komuna, në Milano njëkohësisht po njëjta gjë, domethënë janë këto gjëra që është po që duke qenë punë vullnetare është një çike vështirë, domethënë që me fjalë përveç faktit të projekteve dhe projektet normalisht paguhen në Itali. Okej. Bëjnë banda të ndryshme. Po, bandi të ndryshme që mjafton që të futen edhe janë për shpenzimet e shkollave apo të ndryshme. Okej. Fileo nuk do rije në një qoshe? Jo, sot nuk ka qef të rije në qoshe. Atëre, Luljeta, unë doja të bëja një pyetje me që i njeh shumë mirë shoqatat. Unë doja të dija rolin e grave në këto shoqata. A kemi akoma pak femra për sa i përket presidente shoqatash, zëvendës presidente shoqatash, a duhet bërë akoma më shumë për të fuqizuar sadopak rolin e grave në këto shoqata? Kjo është e vërtet, të them të drejtën, dhe unë në një nga aktivitetet që isha dhe ishin, më thënë ishte vetëm një burr dhe 50 gra, një grua dhe 50 gra, i thash, ju sikur e keni bërë, po kjo varet edhe nga mentaliteti. Ndërkohë për shkak që numri i mësuesve është më tepër femra, më thënë dhe femra është ajo që gratë dhe vajzat janë ato që mbështesin më fort shoqatat, se aty ku ka dhe një grua në shoqatë dhe gjërat funksionojnë pak më mirë, unë mendoj, domethënë që do ishte më mirë që numri, dhe kjo është puna që unë bëj në çdo moment, me fjalë unë jam përkrahase dhe shkoj në të gjitha aktivitetet ku roli i gruas del në pa. Promovoj me shumë dëshirë poete, shkrimtare, vajza, do të thënë kemi bëj të artiste, do të thënë jam e të vërtet me ka po është një gjë akoma, do të thënë shumë për të bërë. Vërtet. Kam ndikur shumë nga aktivitetet tuaja në Milano për sa i përket me të vërtet promovimit të shkrimtareve apo të piktoreve apo të artisteve femra. Edhe
Unë për shembull po të thoja se ka marrë pjesë të shtu në një në përurim, në përurimin, në krijimin e një shoqate të biznesmenëve. Edhe ishit vetëm 2 vajza, se e pash, se doja ta thoja këtë dhe kishit vetëm burra. Domethënë më lindi pyetja thash po nuk besoj se nuk ka femra biznesmene. E pash, ishte vetëm ti dhe dikush tjetër, domethënë edhe duhet domethënë të punojmë po, kjo është e vërtetë. Pak më shumë në këtë fushë. Unë Lulita kam nevojë për një gotuj për momenti. Okej, faleminderit. Okej. Ta ndërpres telefonatën apo ta lë? Jo, mund të rrish në linjë, bashkë se dosh me Madianën, kurse DJ Bledi të në sjell në një pikë muzikore sa të bëjmë pak pushim. Unë po shkoj të pi një gotuj edhe Një selim në Window Radio, radio shqiptare, që lidh zërat, historik dhe komunitetin shqiptar kudo në botë. Nëse jeni biznes në Shqipëri, Kosovë, Europë, Amerikë apo diaspor, Window Radio ju ofron hapësirën ideale për promovimin tuaj. Nëse jeni shkrimtar, poet, artist, muzikant apo krijues, këtu gjeni mikrofonin e hapur për idetë, veprat dhe pasionin tuaj. Emisione live, debate, kultur, muzik, intervista dhe zë mirë për të gjithë. Na kontaktoni në 0049227 ose 00492438877. Telefon dhe WhatsApp. Window Radio, radio që flet shqip, radio që ju dëgjon. You are listening to Window Radio. Window Radio. Willkommen bei windowradio.de, dem albanischen Radio, das Stimmen, Geschichten und Gemeinschaften weltweit verbindet. Sind Sie ein Unternehmen in Albanien, Kosovo, Europa, Amerika oder der Diaspora? Windowradio.de bietet Ihnen eine professionelle Plattform für Ihre Werbung und Präsentation. Sind Sie Autor, Dichter, Künstler oder Musiker? Bei uns finden Sie Raum für Ihre Ideen, Ihre Werke und Ihre Stimme. Live-Sendungen, Kultur, Musik, Interviews und offener Dialog. Unser Kontakt ist 0049 178 227 57460 oder per WhatsApp 0049 178 243 8877. Windowradio.de, das Radio, das verbindet, das Radio, das zuhört. Atëherë të nderuar miq, rikthehemi në transmetim live. Këto ishin 2 pika muzikore, 2 këngë të përzgjedhura nga DJ Bledi dhe kaloj sërish linjën tek Madiana. Po, faleminderit. Po rikthehemi me Lulita Çobana. Lulita në këtë moment po shikoj mesazhet që na kanë ardhur, shumë mesazhe falënderimi. Me të vërtet për punën tuaj të palodhur. Po e lexoj një direkt Lulita është zëri ynë dhe me prezencën e saj në çdo shkollë shqipe në Itali sjell mbështetjen e shtetit ton, është ura e fuqishme mes nesh dhe atdheut. Për zgjodha këtë të Nereidës. Falenderojmë edhe të gjithë dëgjuesit që na ndjekin. Faleminderit. Unë Lulita do ndryshoja pak temën, sepse unë di që nuk keni edhe një pasion të fshehur, po shumë të fshehur, për poezinë, është personale, të hym pak në personale. Dhe unë mundova të gjeja shumë, i kam lexuar disa herë, por nuk i gjitha. Të them drejtën. Arita që ti jesh disa. Nëse më lejon, nëse nuk i futemi shumë këtij muhabeti, por vetëm pak, ta prekim pak, sepse kam lexuar poezitë tua, janë shumë interesante, doja të dija nga lind pasioni, si lindi pasioni jot për poezinë.
Edhe a ke fituar ndonjë çmim, se më duket se njëri nga këto ka fituar një konkurs poezie? Kam më përpara isha një çik më aktive, ndërsa këto vitet e fundit, ndoshta me moshë si duket në rini, ke më tepër vrull për të bërë poezi dhe po që çmime të vogla, domethënë po nuk ka vite që nuk fjalë bëj vetëm gjëra, domethënë që të cilat as nuk i publikoj më dhe janë domethënë kanë kaluar në diçka më personale, ndoshta më mbrapa, po që është një pasion i lënë për momentin, me fjalë më njanë. Pekato. Një ditë ndoshta. Okej, se më lejon do të lexoja një nga poezitë e tua. Lypsarja, nëna e vjetër. Dhe dielli ngron ndryshe në Tiranë, i fort, i egër, del nga shtëpia e mban sytë mbyllur. Duke sikur të detyron të ndihesh vetëm ngrohtësinë e tij, të mos ulësh kokën të shohësh asgjë. Të keqe nëna më dhem shumë mesit. E di pse. Ndjej një zë që më flet, por dielli nuk më le të shoh. Në cepin e pallatit sapo del një sago me vogël dhe flet. Do kisha kaluar pa e parë, nuk di se nga dielli o nga frika për të parë. Por nga ajo masë e vogël del ky zë, unë stepem. Në ato pak sekonda që duke sikur dielli zbehet, unë nuk shoh. Kërrusur në një karton, me shami të bardhë në kokë siç e mbante mamaja ime, me një trup të vogël të imët, priste që fjala e imja t'i hiqte dhimbjen e mesit. Ajo nuk kuptonte pse kishte dhimbje. Unë nuk kuptoja dhimbjen time. Ajo priste t'i flisi. Unë prisja të më thoshte pse ishte vetëm. Nuk dukej që lypsare të rjetën, e fisme dukej fytyra e saj. Pse më dhe mesi, më pyeste ajo. Pse je aty, e pyesja unë pa zë. Nuk më kërkonte asgjë, vetëm t'i thoja pse atë ditë i dhimbte mesi. Nuk i kërkoja asgjë, vetëm të mos ta shija me atë sy. Do të mblidhja të rrezet e diellit, Arkimedi do bëhesha për një ditë. Të ngro atë dhe veten time. Të merrte flak kartoni i saj diku në një vend të ngrohtë ta çoja. Dielli i Tiranës të djeg dhe në dimër. Duket sikur flet. Dielli më godet, si luli i vocër që më bën të jem. Pse je vetëm, e pyes. Ajo veç e shihte e fërkonte mesin e saj. Ku të jenë fëmijët e saj në këtë mërgim e dhimbje pafund? Lotët e saj më lagin shpirtin. Dhimbja e saj bëhet e imja. Dielli i Tiranës është i egër. Unë nuk e mbledh dot pasqyrën time, por po ju asjell të më ngrohni. Secili nga ne një pasqyrë Arkimedi të bëhet, për secilën nën diell të bëhet. Është stili veçantë edhe shumë e dhimbshme kjo poezi. Është ngjarje vërtet. Shumërime vërtet e bukur dhe si thot vërtet e ndjerë dhe kur e dëgjon nga këtu nga emigracioni, pra bëhet më fuqishme. Është vërtet, sa nëna kemi parë këto vite që ngelen vetëm. Dhe sa ka. Është vërtet. Edhe sot. Edhe ta thot Leo që poezia është edhe një nga hobet e tia. Është vërtet se kam lexuar. Faleminderit. Qoftë që e mbyllim edhe këtë temë, se e di që është shumë personale e jote, por ishte shumë, me vërtet më pëlqeu se është me të vërtet prekse, po edhe stili i poezisë, nuk është si të gjithë, domethënë jo vetëm rim, është me të vërtet shumë, edhe më vjen keq në qoftë se nuk do ta gjej këtë pasion. Do mundohem që Okej, le të kthehemi, unë kam pasur në transmisione disa arbëresh. Nuk e di nëse i ke ndjekur, nëse e di. Po. Por doja të pyesja se cilat janë lidhjet
e konsulatave ose të shtetit, apo punohet me arbëreshët? Në çfarë mënyre po? Në Tiranë është edhe instituti për arbëreshës, instituti arbresh, për gjuhën edhe kulturën arbreshe. Mendoj se janë bërë me të vërtet një punë shumë e madhe. Dhe domethënë për të gjitha komunitetet, ndiqen nga ambasada gjërësisht, nga të gjitha, domethënë si nga ambasada jonë, si nga ambasada e Kosovës, por puna me arbëreshët është me të vërtet shumë e madhe. Dhe tani që ne kishim presidentin që ishte për lojrat olimpike në Milano, një nga takimet, përveç takimit me diasporën që ishte në një nga shkollat shkolla e gjuhës shqipe në Milano, takimi tjetër ishte me komunitetin arbresh në Milano. Kështu që është një paralelizëm që jepet gjithmonë një prioritet edhe domethënë punohet shumë edhe me arbreshët. Është me të vërtetë dhe në samitin e tretë, një nga ditët e samitit ishte dita e arbreshve, ku ishin të ftuar të gjithë të bashkisë të komunave arbreshe, të cilët erdhën në Tiranë. Çfarë viti ishte? 2 vjet përpara. 2 vjet para. Okej, me që jemi te samiti, është tani samiti 4 i diasporës në datën 14 dhe 15 prill në Tiranë. Janë duke u punuar për strategjitë e reja të diasporës për të gjitha, ndërkohë nga samiti i tretë, që ishte një nga detyrat më të rëndësishme që ishin lënë, ishte vota e diasporës e cila u bë realitet, me Italinë ishte akordi për pensionet e cila u bë realitet. Tani janë shkollat dhe problematik dhe njëkohësisht edhe akordet me pensionit me të gjitha ato që kanë ngelur dhe janë duke u punuar, është duke u bërë strategjia. Po, me shtetet e tjera me Greqinë. Duke u punuar, është duke punuar shumë me Greqinë, është duke u punuar, janë hapat shumë të rëndësishme me Greqinë edhe me shtetet e tjera, po ka ecur shumë përpara puna, se me Greqinë është Italia dhe Greqia janë 2 forcat më të mëdha. Ndërkohë një nga detyrat e samitit të ardhshëm do jetë edhe kthimi i pjesës intelektuale, imprenditoriale e diasporës që është jashtë adeut për të kthyer në atë dhe këto janë nga detyrat, kështu që ju mirëpresim të gjithë në samitin e diasporës në datën 14 dhe 15 prill në Tiranë. Kanë filluar regjistrimet. Nëse mund të bëj një pyetje këtu unë. Kthimi i të rinjve dhe intelektualëve të diasporës, po thoni ju, në Shqipëri. Po. Kush është me çfarë projekti, në çfarë mënyre duhet të kthehen këta? Në mënyrë si? Si në çfarë mënyre janë duke po pra kush janë përgatitjet? Po promovohen të gjitha përgatitjet janë, domethënë po promovohet sa më shumë në të gjitha institucionet, projektet edhe të reja që janë ambienti, agrikultura dhe janë duke u punuar në të gjitha dhe ka shumë në fakt që janë duke u kthyer turizmi, janë të gjithë duke menduar dhe janë strategji të reja, domethënë që po hap njohja e diplomave të marra jashtë shtetit, domethënë duke u punuar në të gjitha aspektet, nuk është vetëm një aspekt, në fjalë janë duke bërë strategji dhe afat gjatë, se është vetëm një mënyrë domethënë që të bësh që të kthehen në brezat e ri ato studentët që kanë mbaruar jashtë shtetit apo që ndërmarrje që janë të kthehen në Shqipëri të punojnë, të bëjnë, kështu që besoj se do jetë një nga detyrat e ardhshme të samitit. Okej, unë nuk duhet të hyj në debat me ju sepse ju keni pozicionin tuaj të diplomacisë dhe normalisht që do flisim me diplomacinë tuaj, por duke patur parasysh që rinia në shqiptare që është në diasporë ka shumë shkëputje me Shqipërinë, duke filluar nga gjërat më elementare, sepse gjithë jemi prindër dhe kemi fëmijë të rritur këtu, dhe kemi ngel duke u treguar më shumë pralla, na ishte një herë dhe kur i çojmë në Shqipëri, kemi askush t'ja konkretizojmë këto pralla që ne flasim, dhe kemi shumë pak të rinj të angazhuar edhe me diasporë, pra me Shqipërinë, qoftë me diplomacinë, qoftë me angazhimin politik në diasporë, dhe ju ndoshta flisni për një grup tagër njerëzish në Itali, por kjo më duket se është një deklaratë shumë evazive, sepse Shqipëria ka bërë
a shumë pak të lutem, nuk duhet të bëjmë politikë, të bëjmë diplomaci ose të flasim për rolin tuaj, por të flasësh sepse ne i dimë edhe ata të rinj që janë kthyer nga diaspora janë bërë ministra dhe se si kanë ardhur, i dimë edhe se me çfarë problemesh kanë dalë nga pas. Problemesh ka një projekcion të mirëfillt, një projekt të mirëfillt se si duhet të përthithet truri që ka emigruar në diasporë. Sepse fatkeqësisht nuk kemi më emigracion ekonomik nga Shqipëria, kemi emigracion intelektual dhe nga Shqipëria po largohen për ditë. Problemi kush është projekti që të kthehen, sepse edhe ne këtë duam, sepse ne jemi brezi ndërmjetëm, jemi ai brezi vetëm që kemi ngelur si zojsh të korbit të shpërndar dhe nuk po dim se si t'i lidhim të rinj tanë me Shqipërinë. Ju lutem, mos të bëjmë politikë, të flasim siç është e vërteta. Sepse i dim këto, nuk jemi gjithmonë njerëz punojës të diplomacisë, por do të flasim për pjesën e madhe të diasporës së flitet se janë mbi 1 milion e ca emigrantë shqiptarë në diasporë. Ka projekt të mirëfillt se si duhet kthehet? Një nga detyrat e kësaj samitit të ardhshëm. Pse duhet, ose konkretisht, pse duhet njëri të vi të marrë pjesë në samitin e diasporës? Për çfarë? Çfarë do përfitojë ai aty? Nuk është se, domethënë kjo nuk është një gjë që bëhet një pyetje e tillë pse duhet të marrë. Është njësoj si po të më pyesësh pse një mësuese vjen edhe mëson vullnetarisht fëmijët gjuhën shqipe. Nuk është njëjta. Është një dëshirë që njeriu ka që të jetë pjesë e një realiteti. Po pra, kush është projekti i këtij samiti që duhet i riu të marrë pjesë? Pra, çfarë do mësoj? Se ai mësuesi, sepse ne duhet i përulemi çdo mësuesi shqiptar, çdo mësuesi pensionist apo çdo mësuesi që është në çdo cep të dhe unë e bëj këtë punë, unë i përulem të gjithëve. Ju jeni vlerështuar, mos më keq kupto të kjo, por nuk bëhet fjalë të flasim si për një mësues, po flasim për një të ri që është lindur dhe rritur në diasporë, që ka ardhur në moshën tuaj, para ka lindur atëherë kur ju keni ardhur para 30 viteve në Evropë dhe është bërë 30 vjeç në Evropë, ka studiuar, i ka bërë gjitha shkallët në Evropë dhe ky pse duhet të marrë pjesë në samitin e diasporës? Pra, çfarë i ofron ky samit? Nuk është se duhet marrin pjesë në samitin e diasporës dhe samiti të ofron. Samiti është duke bërë strategjira për diasporën, ashtu si deri tani në samitet e kaluara janë marrë disa nga shteti shqiptar janë bërë disa përpjekje dhe është arritur vota e diasporës, është të thash akordet me pensionet. Tani është dhe vendi, domethënë lëvizje është e gjithë bota është në lëvizje dhe nuk është një gjë që është Shqipëria. Lëvizje ka nga diaspora, ka dhe nga Italia që lëvizin në Zvicër apo në Angli apo në Francë apo në Gjermani. Lëvizjet janë të gjitha. Ne do bëjmë të pamundurën. Me ka puna ime është që të promovoj sa më shumë Shqipërinë dhe se unë ndjej që duhet ta bëj, domethënë. Mirënjohje për këtë, dhe këtë përpiqemi gjithë secili në mënyrën tonë, përpiqemi ta bëjmë pikërisht këtë. Prandaj, domethënë kjo është se secili nga ne, domethënë duhet shikoj edhe një pjesë pozitive që ndoshta duhet parë në Riga, po që duhet parë, se nëse do ta mendojmë gjithë pse atëherë i bën që asnjë nuk do kthehet edhe asnjë nuk do bëj asnjë gjë dhe faji pastaj po prap ne do na ngelet. Që me ka pse nuk e bëm, se mund ta bënim dhe mund të ishte ndryshe, domethënë kjo është ajo gjëja që Okej, vjet u more drejta e votës së diasporës. Pra diaspora vjet për herë të parë votoi. Shumë mirë. Tani, mendoni ju, ose thjesht ju si person ndoshta, sepse keni ndoshta personi kompetent që mund të diskutoni gjitha këto, por mendoni që diaspora duhet të ketë të drejtën e vet për të votuar veten, pra për të patur numra të vet në parlament, ulëse të veta në parlament, apo të bëhet një mënyrë kodi zgjedhor që diaspora të votojë për veten? Po mendoj se mendoj se do jetë një drejta jonë kjo gjë. Po ndërkohë unë mendoj që gjëja dhe e parë që duhet bëjmë për të gjithë ata që në Itali, apo në Gjermani, apo në Amerikë,
fillojnë dhe merren me politikë, të mbështeten nga komuniteti jonë, që të kemi dhe një ide se si funksionon diaspora. Nëse ne nuk jemi të afërt me njëri tjetrin këtu, në qoftë se unë di që në Milano është një person që futet në zgjedhjet lokale apo të politike dhe unë nuk e votoj, atëherë si mundet unë të kërkoj nga shteti im, ku domethënë jam ysafir i bie që kështu që neve duhet të mbështesim njëri tjetrin së pari këtu, të krijojmë një bazë tonën që një atë dashuri që na mungon, domethënë të kemi një diçka që se pyetja më e madhe është për shembull, ka komunitet, ka shqiptarë që merren me politikë? Ka, po janë, domethënë nuk janë të mbështetur nga ne. Ne kemi shumë raste dhe ju e dini më mirë se sa unë, të cilët ne jemi munduar që po që këtu nuk votohen, domethënë votohen shumë pak dhe komuniteti jonë është i rëndësishëm. Zonja Çobanaj, nuk janë të njëjta, janë dy të ndryshme. Sepse të kandidosh për politikën, po të kandidosh për politikën në Evropë, pra ai ka bindjet e veta dhe kandidon me X parti. Unë kam bindjet e mia dhe nuk duhet të votoj partinë, Pyetja bëhet, duhet diaspora shqiptare me që ka përfituar të drejtën e votës të ketë një numër të përcaktuar për të zgjedhur në parlamentin e Shqipërisë? Unë nuk jam njëri që bëj ligje, po mendoj, domethënë nëse do më pyesësh si diasporë, nëse do më pyesësh si diasporë, po duhet. Po unë do doja që dhe këtu ne të ishim, domethënë të ishim një çik më afër njëri tjetrit, të mendojmë edhe këtu që të mbështesim. Absolutisht që po, shumë drejt. Të them vetëm një të dhënë që nuk është, mendoj që dhe ju nga Gjermania do ta ma pranojnë që nuk është një dhënë e pak. Vetëm vitin e kaluar në 2025 në Itali kanë marrë shtetësinë italiane 31.000 shqiptarë. Domethënë 31.000 shqiptarë vetëm vitin e kaluar, duke hequr që 20% është nga mosha 0-18 vjeç, ajo pjesa tjetër janë votues. E di që do të thotë që secili nga ne, domethënë, të japi votën, se unë jam shumë dakord me atë që thoni ju që puna e partisë, nuk ka lidhje fare, se nëse domethënë gjithmonë ka një të majtë dhe një po prap nuk justifikohen votat që marrin për, domethënë, koordinimin politik, domethënë nuk justifikon numri i votave që ne kemi. Në Itali janë 361.000 shqiptar me leje qëndrimi dhe kemi 600.000 shqiptar, minim, domethënë nga 500 deri në 600.000 shqiptar, se nuk janë të dhëna të sakta, që janë me shtetësi italiane, hiq, domethënë 100.000 që mund të jenë 120.000 që janë 0-18 vjeç, të tjerët janë votues. Shiko, unë ju kuptoj shumë drejt zonja Çobanaj, dhe me thënë të drejtën është dhimbshme, dhe kjo nuk është krenari që shqiptarët marrin në shëtësi të huaja, është dhimbshme, por okej, i marrin